Edhe një pyetje të fundit, sepse po i afrohemi minutave të fundit doktoresh. Zakonisht një sëmundje kronike lidhet me një sëmundje tjetër, një sëmundje shkakton, një sëmundje tjetër e kështu me radhë. Nga cilat sëmundje kronike ose nga cilat lloje të tumoreve që i kemi trajtu fatmirësisht shëru, duhet kemi kujdes që qafa mitrës është me atakune. Jo, kështu për shembull nuk më thonë që nëse për shembull e ka pas kancerin e mushnive për shembull diçka ju. Çështja është që gjatë sëmundjeve maligne cilat që është. Merret kemoterapia. Kemoterapia do pson imunitetin, rrëmja e imunitetit, domethënë mundet me ngrit rrezikun për ato. Dy raste i kam pas këtu sa jam në Kosovë, domethënë që kanë pas kancer në gjy, edhe tash me kontrolla domethënë kena zbulu që u zhvillu domethënë edhe kanceri i qafës miqës, po për fat mirë shumë mirë janë domethënë të dy pacientët janë tepër janë mirë si për njonës, si për kancerit të gjirit, si për kancerit të qafës së miqës, sepse kena zbulu me kohë. Domethënë kena zbulu në atë shkallën që u kon fillestare, kena hik mitrin domethënë se gruaja ka qenë për 6-50 vjeçare, kështu që për sigurinë e saj ashtu. Po domethënë që nuk është nëse ti e ki kancerin e gjirit, domethënë je me rrezikum për ato. Po në përgjithësi, domethënë sëmundja, domethënë sëmundjet që janë maligne, sëmundjet që janë kancerogjene, kërkojnë terapijat me kemoterapi, të cilat normale e zbret imunitetin edhe rrëmja e imunitetit, domethënë është ajo që mundet me shkaktuar domethënë infeksionin me humopapiloma virusat edhe kuptohet që tani ato munden edhe më.